që të 4 të plagosurit pra kanë njohje me njëri tjetrin, 2 janë kushërin, djali dhe nipi i pronarit të kompanisë Pelikani Security, përkatësisht 11 dhe 17 vjeç, dhe shoku i kushërinjve të tyre dhe shoferi i kompanisë Pelikani dhe familjes Demira, janë 4 personat që kanë mbetur të plagosur. Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme rreth orës 21:30 minuta, ku fillimisht pas ditën e djeshme 4 të rinj kanë shkuar në fshatin Pjesë të Shijakut për të festuar te pista ku bën gara argëtuese tek një pistë ku festohet dhe argëtohet për të festuar, dhe kanë shkuar pasi 11 vjeçari i cili mbeti i plagosur ditën e djeshme kishte ditëlindjen. Në Pjesë pra kanë shkuar nipi, djali i pronarit të kompanisë Pelikani Security, përkatësisht D. Demira 11 vjeç, që kishte ditëlindjen, dhe M. Demira 17 vjeç, bashkë me ta ka shkuar edhe shoku i tyre, Kian Mullau, i cili ishte shoku ngushtë dhe e kanë ftuar për të festuar ditëlindjen, i cili studion në Londër dhe një ditë para ngjarjes ishte kthyer në vendin tonë për të festuar Pashkët, se për vitesh jeton jashtë vendit dhe ku studion 19 vjeçari. Po ashtu me 3 të rinjt janë dërguar në Pjesë të Shijakut nga shoferi i familjes Demiraj, pra 34 vjeçari, kur kanë shkuar në fshatin Pjesë, janë argëtuar atje dhe më pas kanë nisur të kthehen për në shtëpitë e tyre, pasi të 3 të rinjt, pra 2 të afërm, 2 familjarë të familjes Demiraj dhe 19 vjeçari tjetër janë shok me njëri tjetrin, pasi kanë banesat ngjitur, janë komshi në fshatin Lundër në një kompleks vilash luksoze. Më pas janë nisur nga fshati Pjesë për të kthyer në Tiranë, pra në fshatin Lundër, dhe i kanë rënë Unazës, ku në tek rrethollimi i Shkozës, ku janë nisur më pas për të futur. Sa ka zgjatur e gjitha kjo, Igli? Fillimisht ka nisur pra tek rrethollimi i Shkozës, ku i kanë ndjekur autorët, ku grupi hetimor pas kçyrjes së kamerave të sigurisë ka dyshime të forta që autorët kanë qenë duke lëvizur me një motor tip Ducati, kanë qenë 2 autorë të cilët kanë nisur të qëllojnë me breshëri plumbash në drejtim të automjetit të G-klas me targa AB002MD në pronësi të familjes Demiraj dhe pronarit të Pelikani Security, dhe ecja e motorit ka qenë paralel me automjetin, duke i qelluar me breshëri plumbash. Pika kulminante e goditjeve me armë zjarri ka qenë tek Agropark, pra në autostradën që të çon drejt zonës së Tregut, dhe në ato momente 34 vjeçari i cili ka qenë shofer në automjetin G-klas, dhe brenda këtij automjeti ishin dhe 3 të rinjt, është munduar t'i shmanget të breshërive të plumbave dhe ka rritur shpejtësinë e automjetit, por gjatë ecjes makina nuk ka mbajtur frena dhe në përpjekje sipër për t'u larguar autorëve në Lundër. Më pas makina është përplasur dhe ka qenë kalimtar të rastit, persona të rastit, të cilët kanë parë automjetin të aksidentuar dhe i kanë dhënë ndihmën e parë 4 të rinjve dhe i kanë marrë me automjete private për t'i dërguar në spitalin e traumës. Më pas një orë rreth ngjarjes janë alarmuar edhe familjarët e personave të cilët kanë mbetur të plagosur. Sa i përket pra autorëve të ngjarjes së rëndësisë, dyshohet që 2 autorë kanë vepruar me motor duke qelluar me breshëri plumbas, ndërsa grupi hetimor ka dyshime të forta që një person tjetër me një automjet i ka pritur 2 autorët me motor dhe më pas janë larguar në drejtim të paditur. Si çdo rëndom në çdo ngjarje kriminale në vendin tonë, gjithmonë pas ngjarjeve gjenden automjete dhe motor të djegur, por për këtë ngjarje të rëndë ende policia e shtetit nuk kanë gjetur automjete të djegura. Sa i përket shkaqeve dhe rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë, grupi hetimor ka dyshime të forta që autorët mund të kenë gatruar shënjesës. Pas ngjarjes, hetuesit kanë marrë deklarimet paraprake të personave të plagosur, ku kanë deklaruar që janë të tronditur nga ngjarja e rëndë, vetëm kur kanë parë momentin që një motor i ka dalë në befasi dhe i ka qelluar me breshëri plumbash. Po ashtu rezulton që asnjë nga të rinj nuk ka as konflikt, as precedent të mëparshëm penal, edhe për shkak të moshës së tyre të mitur. Po ashtu edhe shoferi 34 vjeçar nuk ka precedent të mëparshëm penal, nuk rezulton të ketë ndonjë konflikt kohët e fundit. Të gjithë kanë dyshime të forta në grupin hetimor që mund të jetë gatruar shënjestra. Sa i përket automjetit të G-klas me targa 002 pra, MD, AB002 MD, është në pronësi të familjes Demiraj, cilët kanë në pronësi edhe kompaninë private Pelikani Security. Grupi hetimor po vijon hetimet e thelluara për të zbuluar shkaqet e kësaj ngjarje të rëndë, ku ndodhen në spital 4 të rinj, midis tyre 2 të mitur, njëri prej tyre ndodh në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa 3 të tjerët janë jashtë rrezikut për jetën. Faleminderit Igli për informacionet që përcolla.
Faleminderit juve. Bjojmë sa kaq me